Tha kjo është nusja e bukur e Mësiqopës, që 100% ja atriboj shumicën e suksesit. Kur është nevoja është shumë shpijanike, edhe kur është nevoja është shumë open-minded. Na shqiptarë jena e pa cit njënë një intervist, jo po një portal, tha kjo është nusja e bukur e Mësiqopës, e tina të elum tu gazetare është mas pari. Na foka dul gazetari, tha shë ti fisnike, heke këtë pjesë, apo dhe s'kena nevoj, qërë, dorë në zemër unë nuk kom ku e fshej, se din keq që jam i martun, edhe jam i martun me Blerinë Krasniqin, nuse jam e punon sikur të gazetare është, në televizion këtu në Prizren, qashtu edhe kom njoftu, si gazetare kom njoftu, nuk e ka nalë deri sot, është edhe trajnere e fitnessit, ju është të vojzën më gjithë zdi Shabën, edhe është njeri, që ta shumë shtine me fol pak serios, që 100% ja atriboj shumicën e suksesit. Mas martesës. Ka përmbush. A den qësh është? Është ma shumë se shok. Është njeri që se cilën situatë e kupton, nuk ka nevoj shumë me fol. Kur është nevoja është shumë shpijanike, edhe kur është nevoja është shumë open-minded. Kur ka nevoj me më kuptu, më kupton sikur me pas lejnë, pares. Po kur ka nevoj me më ngu, është sikur fejë në viset ruralet Kosovës. Që mirëm vesh me këll. Dhe më thonë, unë me pas porosit, adin që i bëjnë këto kjerat me porosit, nuk kisha dit, ja kisha huqë në ikon, dhe më thonë, për ta jo pjesë, unë e falemderoj Zotin edhe e luj venin, jam shumë rahat, shumë mirë, për që ato nuk kom qef me e përzi shumë nusën teme në social media, në kësi sene, për shkak që s'po besoj që vynë me ndërhyja jo pjesë, për me unë menej që prishet ajo brishtësia.